vlogmas numër 6. Nesër mbyllim një javë, është e hënë, edhe me mëngjes vajta në qendër me Janin, me shokun tim, më të shoj me makinën sepse më kishte arritur kamera e re. Nuk e besoj dot. E mora e bleva. Edhe do ju bëj pastaj unboxing sepse tani nuk kam kohë. Kam lënë takim për thonjtë e mia që janë në një fazë skandaloze. Shpresoj disi të rregullohet kjo situatë sepse nesër unë do ik për një udhëtim, të cilin nuk e kam diskutuar këtu fare te kanali me ju, por do i shikoni të gjitha nesër, do ju bëj vlogmas çdo ditë në udhëtimin tim, kështu që do jetë sikur shkojmë të gjithë bashk. Shpresoj të jetë bukur, se as unë nuk e di, nuk kam vajtur ndonjëherë, por kam dëgjuar fjalë të mira. Ndërkohë me që isha në qendër, vajte një xhiro dhe te Sephora, sepse para disa ditëve kishte festën e emrit shoqja ime Stella. Unë e kisha haruar fare, nuk i kisha dërguar as ta gëzosh emrin as asgjë. Unë isha në Itali në një botë tjetër në ato momentet, edhe më morin telefon para disa ditëve, më thot: "Ti e di që unë kisha festën e emrit edhe ti nuk më the asgjë?" I thash: "Oh, no, nuk e mbaj amend, por i mora një dhuratë të vogël nga Sephora, është një set, tani nuk do e hap se kanë paketuar bukur, po është një set body mist, krem trupi edhe një diçka tjetër për buzët, nga marka Sol de Janeiro, që kam edhe unë body mistin tim që më pëlqen tepër shumë. Ju tregoj që të kuptoni, këtë këtu, numrin 62, kjo më pëlqen më shumë nga të gjitha. Kështu që me këto punkat mbaruam, dua të mbledh tani pak dhomën që e kam lënë për muj. Tani ju nuk e shikoni, sepse unë e vendosa këtu kamerën që të mos duket këtu bomba që ka rënë në dhomën time, por do i mbledh rrobët avash avash, edhe do nisem për thonjë. Edhe pastaj kur të kthehem kam të rregulloj valixhen, të gjej outfite çfarë do vesh në atë udhëtim që do shkoj, sepse nuk kam bër as edhe një gjë gati, as edhe një. Edhe po mendoja tani, po të filloj të bëj valixhen gati dhe gjysma të rrobave që dua të marr, të jenë për të larë, ose po më duhet ndonjë gjë që duheshe ta kisha bler edhe kam haruar. Ç'do do bëj në minutin e fundit? Nuk e di. Me shumë mundësi do punoj me këto që kemi, e vetmja gjë që është e mirë në gjithë këtë situatën është që kam mbyllur të marr me vete valixhe të madhe. Kështu që dua të nxej sa më shumë gjëra kam mundësi të marr me vete, ose të lej edhe pak vend, se mund të bëj ndonjë blerje atje, nuk e di. Unë nisa dhe kam marrë edhe dhuratën që i kisha marrë vajzës, që më bën thonjtë, ja u kisha treguar në një vlog mas tjetër, por i kisha marrë një qeri për dyqanin e saj të ri që ka hapur, sepse deri tani unë shkoj e bëja thonjtë të shtëpisë e saj, kurse tani do shkoj për herë të parë te dyqani që ka hapur, mezi po pres ta shoh. Gjëja e parë që bëra është të zi makarona, sepse ne kishte ngjerur pak salcë që dje që kishte bërë babi. Edhe thash është perfekte, nuk isha gjë të ha, se mami dje gatovi fasule, që unë as nuk dua t'i shoh. Kështu që makarona i tis, perfekte për drekën time. Edhe pastaj dua të shlodhem pak, të shtrihem, të bëj check-inin për udhëtimin që kam. Ju, mbase, keni parë edhe ku kam vajtur nga Instagram im? Nuk e di, po do postoj çfarë do bëj. Ju që nuk e keni parë, do shikoni te vlogmasi numër 7. Edhe mua më bëft mirë. Unë ndërkohë, thonjtë që bëra, ja u tregova. Kam bërë të kuqe, i shkurtova të gjitha sepse më ishin në prerë këto të dyja dhe këto të dyja. Kështu që thash, hajt mo, shkurtoj të gjitha se sa të ri të merrem, edhe do i ris prap avash avash, po okej. Kanë lezetin e tyre edhe këto të shkurtra. Nuk vdiqen, po janë okej. Duken më normale. Ora është 6:10 tani. Kalovi ora, unë pastaj fjet edhe një gjysmë ore gjumë, edhe atë me shkëputje sepse po më mirnin në për telefona, edhe njerë flia sa më zinte gjumi telefon, edhe nuk e fjetur, domethënë edhe super. Edhe tani ndihem që është ora të hapim kameran që mora, sepse kam gjithë ditën në dhomë dhe nuk e kam prekur që ta bëjmë unboxing bashkë këtu. Duhet thjesht ta bëjmë shpejt e shpejt, sepse në orën 6:30 unë duhet shkoj të heq vetullat e mia. Taran!
Nuk e di po jeni gëzuar edhe ju aq shumë sa jam gëzuar unë, por kjo këtu është kamera ime e re, është Canon G7X Mark III, që ka dalë super shumë në mod, dhe vërtet është që nuk e desha fare si kamera sepse ka dalë në mod ose sepse duhet bëj ato fotot virale, bën ato fotot po I keni parë në TikTok me flash. Unë nuk e kisha fare për këtë arsyen dëshirën ta marr këtë kamerë, sepse unë kisha Canon G7X Mark I-shin, që është thjesht model I parë, është si ky thjesht model pak më I vjetër, si t'ju them unë tani që kam iPhone 12. Edhe punën për foto, edhe me flashin që kishte, e bënte ajo kamera. Kështu që unë këtë e mora thjesht sepse desha një vlog kamera të vogël, ndërkohë që po ju flas, le të shohim si do e hapim, sepse edhe tani për shembull me vlog, masin që do shkoj edhe udhëtim, do marr këtë këtu të vockrën me vete, se nuk kam nerva të ri të marr krave këtë kamerë që është gjigante dhe është edhe e rëndë. Edhe çdo herë që I vija të çantë krau, që duhet gjithmonë të mirja çantë të madhe që të nxej kamera, më putesh e krau. Kështu që nuk më voliste shumë, edhe më në fund e mora këtë kamerën, prandaj më keni parë shumë të filmoj këtë kohë me iPhone, se ishte shumë kollaj. Brenda në çaj kanë vënë këtu në kallath. Këtu ka karikusin, një kabël. Unë nuk para kuptoj ndërkohë nga kamera, thjesht pastaj do marr Clyde-in telefon, I them çfarë settings duhet të ve, ose do shikoj ndonjë tutorial në YouTube që të shoh si do e bëj setupin, edhe ja ku është kamera ime e re. Është në masë, është fiks si ajo që kisha. Mos ju them edhe në pamje. E njëjta, sigur nuk kam ndruar kameran tim. Edhe kthehet edhe ekrani lart që këtu kur filmon veten mundesh ta shikosh. Kjo më duket lidhet edhe direkt me Bluetooth me telefonin tënd, edhe mundesh për shembull ke foto që I ke nxjerrë në ato moment edhe do të kalosh në telefon, nuk e nevojë të presësh të kthesh në shtëpi, të vesh kartën në laptop, I dërgon direkt. Edhe këtu ka baterinë e saj, mezi po pres ta provoj, të shoh si e ka cilëtetin. Jam e sigurt që nuk do ketë cilëtetin që ka kjo kamera që po filmoj tani unë në shtëpi, por të paktën për skenat që do filmoj jashtë shtëpisë, të jetë një kamera nice. Mos filmoj me telefon tani se nuk ka lezet. I am ready for vlogging. Edhe me kaq, unë duhet të vishem edhe të nisem për vetullat. Vetullat dan, jam skuqur pak te kjo pjesa këtu, do ik për pak, thjesht e kam lëkurën shumë sensitive, çdo herë që e prek bëj çdo lloj veprimi, duket direkt. Tani që jam kthyer, është ora, të rregulloj valizhen tim, edhe unë nuk jam fare gati për këtë, por duhet bërë, sepse për pak orë unë nisem. Atere, nuk e di po duket te fytyra ime, po jam shumë e lodhur, më janë skuqur syt nga pagjumësia, edhe ndjem që kam nevojë për pushim. Edhe kur ta mbaroj këtë videon, un kam të vazhdoj me editim edhe të mbaroj me valizhen ato gjërat e fundit, kështu që nuk do shlodhem sot. Jo. Edhe nesër duhet të zgjem edhe shumë herët, por shpresoj t'ja dal. Kam erdhur këtu sepse është ora të hapim advent kalendaret tona. Do filloj sot me këta nga Kores, të shohim çka kam. Edhe sot po kërkojmë ditën 6. 6-a është këtu. Ja si duket edhe kotia. Edhe këtu në anë shkruan që do me thënë Kalada, që është një traditë në Greqi, që fëmijët një ditë para Krishtlindjeve dalin në për rrugët edhe shkojnë në për shtëpi edhe këndojnë një këngë specifike edhe japin njerëzit që I hapin, do me thënë derën, japin diçka të vogël, 1-2 euro. Unë këtë kisha si biznes kur isha më e vogël. Shkoja gjithmonë me qëllim që si vit për shembull do nxjerr 100 euro nga kjo. Edhe po të mos nxirja 100 euro nuk thesha në shtëpi. Jo, shkoja në gjithë laqet. Sot kemi shower gel është, edhe më duket është set me atë kremin e trupit që kisha hapur dje, edhe kjo me ullin. Nice, do e provoj. Do I marr edhe me vete, tani, super. Të kem të lajm, edhe vazhdojmë me tjetrin nga Revolution, që të shohim edhe këtu ditën 6. 6 është që këtu, duket e Whole
fare, mbase është ndonjë laps për buzët. Le të shohim. Është një laps, po tani çfarë laps është ky? Nuk mundem të kuptoj, se më duket që është mov. Po, është vërtet mov. Domethënë, për çfarë është kjo? Nuk e di, po duket ngjyra që ka. Unë këtë jam e sigurt që nuk do e përdor. Për çfarë përdorin njerëzit, nuk e di. Do e lëm këtu në anë, me shumë mundësi do hidhet, por s'ka gjë. Edhe nesër ditë është, dhe të kemi shpresën që do na dalë diçka më e mirë. Herën tjetër do shohim. Por unë do i le të dyja tani këtu në anë. Shpresoj t'i ketë pëlqyer ky vlogu, edhe ne do shihemi te video radhës. Jo te video radhës, nesër.